Përshëndetje të gjithëve të pranishëm, të nderuara media, të nderuar kolegë deputet. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka thirrur këtë seancë të jashtëzakonshme për të diskutuar rreth situatës së përgjithshme energjetike. Kemi përcjellur në kontinuitet si grup parlamentar gjithë situatën e përgjithshme të këtij vendi në sektorin e energjisë. Kemi përcjellur mënyrën e menaxhimit dhe shkallën e investimeve në këtë sektor. Kemi përcjellur dhe nxjerrur rezultate profesionale të mbështetura në raportet zyrtare dhe dokumentacionin e institucioneve këtij sektori. Tashmë kemi ardhur në përfundim jo vetëm ne si grup parlamentar, por edhe shoqëria civile dhe opozita në tërësi, që qytetarët po e paguajnë një taks jo meritore dhe se sektori energjetik është në situatë të jashtëzakonshme të rënduar në çdo dimension. Qeveria tash e 6 vite ka menaxhuar këtë sektor me të njëjtën logjik, me të njëjtën politikë qeverisë, e cila tashmë është treguar dhe shifrat tregojnë që është dështuar. Rezultatet e këtij menaxhimi janë të dështuara për faktin që vendi nuk ka rritje dhe kapacitete prodhuese energjetike që e plotësojnë konsumin dhe kërkesën praktikisht vendore. Nuk ka energji të mjaftueshme për rritjen dhe zhvillimin e ekonomisë tonë prodhuese. Nuk ka energji prodhuese për të tërhequr investitorët e jashtëm. Krejt çka kemi arritur në këtë periudhë të qeverisë Kurti është krijimi i frymës dhe situatës reale që Kosova është e mvarur nga importet. Logjika dhe politika qeverisë për importet është thyr me dinamik, pa koncept e pa transparencë, me procesin e liberalizimit të tregut në konceptin e fuqizimit të tregtarëve të energjisë me akter nga i njëjti subjekt politik qeverisës. Në realitet, tash e 6 vite kemi 3 herë ngritje të çmimit të energjisë. Kemi 10 afera të mëdha korruptive në këtë sektor. Kemi lëndë dhe akt akuza të ngritura pikërisht nga akteret e kësaj mazhorance. Tash e 6 vite kemi pasiguri energjetike në furnizim. Kemi rreth 1 miliard euro importe të energjisë gjatë qeverisjes së Kurtit. Kemi projekte të dështuara edhe në sektorin e energjisë alternative, siç është rasti shumë i përfolur dhe i proklamuar nga kjo qeveri në rastin e projektit 100 megawattësh në rajonin e Rahovecit, i cili është praktikisht në prag të dështimit. Në sektorin e minjerave të Dhëngjillit, tash e 6 vite asnjë investim kapital. Prandaj ne sot kërkojmë një debat të shtruar për të nxjerrur në pa të vërtetën dhe pretendimet tona për këtë sektor dhe këtë politikë qeverisë të dështuar. Po kërkojmë debat dhe mos të ndërpritet keq menaxhimi i sektorit, të ndërpritet keq menaxhimi i paras publike në të nderan i burimor pa transparencë, të ndrojë mënyra e trajtimit institucional të këtij sektori dhe të furnizohet me dinamik, kapacitet dhe burime njerëzore e gjithë linja që ne të kthehemi në prodhues të energjisë. Remontet të bëhen me planifikim mbi bazën e studimeve e jo mbi kërkesat e grupeve të interesit dhe të tregtarëve të importeve të energjisë. Të ndërpritet iniciativa qeveritare për ndryshimin arbitrar të legjislacionit bazik në sektorit ku hapur shihen synimet e centralizimit, politizimit juridik të sektorit energjetik. Të ndërpritet presioni dhe ndërhyrja mbi organet e pavarura, siç është rregullatori dhe institucionet tjera. Qeveria urgjentisht duhet të ndërpres lojën politike me procesin tarifor për ngritjen e çmimit të energjisë. Proces ky që tashmë është edhe i korruptuar deri në palës. Qeveria të ndërpresh ndërhyrjet në aferat e njësorëve elektrik e të ndihmoj organet e jetësisë që ta zbardhin të vërtetën për këtë aferë tashmë edhe publike. Partia Demokratike e Kosovës, grupi i saj parlamentar, qëndrojmë të hapur për idenë e debatit, që ne të kemi një raport të auditimit të detajuar për sektorin, që ne të jemi hapur për të shtruar dhe vlerësuar të ardhmen e sektorit energjetik mbi bazën e argumentit shkencor, ekonomik dhe të fizibilitetit. Ne jemi të hapur për të biseduar për një reformë të gjithëmbashme të këtij sektori, për një investim kapital energjetik që të arrijmë synimet e pavarësisë energjetike të vendit tonë. Ne jemi të hapur edhe të bisedojmë konkretisht për gjithë atë që po ndodh edhe në
të nderat një burimor e shumë qka tjetër. Të gjitha këto pretendimet tonat, ne mund të shohin të përmbledhura në dokumentacionin zyrtar e më shkurt si shembull për e marrë raportin konsultativ që zyra regulatorit tashme ka bërë publike dhe gjitha ta që dojnë me pa e shohin në webfaqen e saj. Më lejoni të citoj pak raportin. Raporti e pranon se kosta e reale furnizimit për vitin 2026 arrin shumën rreth 212 milion euro. Ndërsa në tabela tarifore të këtij viti pasqyrohet vlera 177 milion euro. Pra një ndryshim prej 34 milion eurosh. Ku mbeten këto? Çka po ndodh? Kush po negocion me Kekon, e Keskon, e Ketsin për të mbuluar, zvogluar këto kosto, apo për të profilizuar, si thuhet në fjalën e raportit, që këto të bartën për vitin 2027. Kënd po dojmë ta mashtrojmë? Kostot reale, nëse janë reale, duhet të trajtohen. Apo e pyes ministrën, a ka marrëveshje për këtë? A ka negociata në mes të institucioneve energjetike për këtë profilizim, parcializim, shtyrje, apo tentim për të manipuluar opinionin për kostot reale të asaj që tashmë raporti ka bërë publike? Çka po ndodh me sistemin tarifor? Pse po shtyhet? Apo pse s'ka vendim? Apo edhe kjo është krejt lojë në kuadër të zgjedhjeve parlamentare që janë shumë të shpejta. Nëse urvatet që ky sistem tarifor të harmonizohet me qëndrimet politike për zgjedhje, ta keni parasysh që kjo konsumatorëve u kushton shumë. Nëse bartën këto pa transparencë, pa marrëveshje, edhe pse ka negociata, them sepse thot raporti konsultativ zyrtar për mbulimin e 34 milion euro nga Keku dhe Kesko për shitjet dhe blerjet me shtyre, atëherë ne kërkojmë llogari dhe transparencë, kërkojmë nga institucionet e drejtë të bëjnë publike këtë marrëveshje, kërkojmë që të dihet se si bartën këto, se si ndahen këto, cila është baza ligjore për të ikur të vërtetës reale në sektorin energjetik. Në të kundërtën, lirisht mund të themi që është vend dhe afere re korruptive që hetësia, prokuroria duhet t'i marrin dhe nuk kanë nevojë me pyet askan, vetëm raportin konsultativ ta shohin ata të publikuar, të shohin shifrat, të shohin të hyrat, të shohin bilancet dhe pastaj na dhoni llogari organet siç na kanë dhënë dhe po japin në rastin e Martinit, në rastin e atij drejtorit tjetër, në raste tjera që realisht nuk kishim pas dëshirë si shtet, sepse dhe ashtu jemi. Ne kemi rreth 1 miliard euro importet energjisë vetëm gjatë mandatit qeverisë Kurti dhe ne me 1 miliard euro do të pambarsonim vendin ton në çfarë do sektori e në çfarë do rrethone. Kërkojmë edhe një herë transparencë, kërkojmë edhe një herë llogaridhënie, kërkojmë edhe një herë të jemi të bashkuar rreth pavarësisë energjetike, se thash edhe herën e kaluar, ne po krijojmë varësi jo vetëm energjetike, po ekonomike, politike, sepse është aset bazik dhe ne kemi resurset që ti materializojmë. Ju falenderoj.